Më datë 20 korrik 2020, rreth orës 16, në lagjen 28 nëntori në Elbasan, në oborrin e një pallati u gjeti vrarë me armë zjarri Emiliano Ramazani. Ai ishte qelluar për vdekje brenda makinës Ford Focus. Rreth orës 16:44 të pokës saj dite, në fshatin Vidhas të Elbasanit, u gjet tërësisht i djegur automjeti Volkswagen Passat, ngjyrë blu dhe brenda tij janë gjetur 2 armë zjarri automatike pa fishek. SPAK, pasi ka kryer veprimet hetimore të çmuara të nevojshme, ka dërguar për gjykim të pandehurit Erion Alibej, Euglen Halili dhe Giuliano Hoxha, ndërsa ka vijuar hetimet në lidhje me zbulimin e bashkëpunëtorëve të tjerë. Në kuadër të procedimit është administruar deklarimi i Henrik Hoxhait, i cili jep detaje shumë të rëndësishme në lidhje me porositësin, ekzekutorin si dhe rolin e tij në kryerjen e këtij krimi. Hoxha i deklaron se ai ka qenë në rolin e ndihmësit në kryerjen e këtij krimi, pasi drejtonte makinën që u gjet e djegur, ndërsa identifikon ekzekutorin, që sipas tij është Sokol Tasi, personi i cili afrohet tek automjeti dhe i qellon me armë zjarri Emiliano Ramazanin. Gjithashtu, Henrik Hoxha i shpjegon se këtë vrasje e ka bërë me pagesë, pasi këtë ja ka kërkuar i dyshuari tjetër në krim, Nureddin Dumani.